Universiteti e Qerem Çabej vazhdon të jetë një shtyllë e rëndësishme e formimit akademik dhe profesional në jug të vendit, duke u dhënë të rinjve një bazë të fortë për të ndërtuar të ardhmen. Për rreth 500 studentë që përfunduan studimet në të dyja ciklet gjatë vitit të kaluar akademik, sot ky institucion zhvilloi ceremoninë e diplomimit duke shënuar për të rinj të mbylljen e një etape të rëndësishme dhe fillimin e një kapitulli të ri. Unë kam mbaruar bachelorin në Tiranë për teknik imazherie dhe zgjodha ta vazhdoj masterin në Gjirokastër te Universiteti e Qerem Çabej. Kisha shumë dëshirë të kthehesha në qytetin tim dhe po ashtu këtu do vazhdoj të jetoj, shpresoj që të punoj në spital. Është një ditë shumë e rëndësishme për ne. Është diplomimi që ne kemi pritur kaq shumë pas kaq shumë kohësh. Dhe është fillimi i suksesit, është vetëm fillimi, jo mbarimi. Dhe jam shumë e lumtur për këtë ditë. Çfarë ke studiuar? Unë kam studiuar për infermierit e përgjithshme. Dhe dua ta zhvilloj degën në vendin tim. Kështu që shpresoj për më tej dhe për më mirë. Përfunduam bachelor, kam studiuar për anglisht, sot është dita shumë e lumtur për të gjithë ne. Ju uroj suksese të gjithë studentëve. Ja arritëm me shumë sakrifica, po besoj arritëm qëllimit. Ju mbaruat anglisht? Po, kam studiuar për anglisht. Po. Çfarë pret? Je punësuar, do punësohesh? Po, shpresoj, do një vend të mirë pune. Rektoria Hocana, i cili hapi edhe organizimin e kësaj ceremonie të titulluar nga auditorët në jetë, theksoi rolin e këtij institucioni akademik në përgatitjen e të rinjve për tregun e punës, ndërsa uroi studentëve suksese të mëtejshme. Të nderuar studentë të diplomuar, ju do të ngeni dhe jeni emisarët dhe ambasadorët më të mirë të Universitetit e Qerem Çabej të Gjirokastër. Unë në emër të stafit akademik të Universitetit e Qerem Çabej, në emër të stafit e ndihmës akademike, në emër të gjithë studentëve që aderojnë në universitetin tonë, do t'ju uroja të gjithë juve sot të diplomuar suksese në jetë, suksese dhe punë të bardhë. Sa po arritët në një finish, por shumë shpejt do të nisni një start të ri dhe jam e bindur që falë kompetencave dhe aftësive të fituara në këto vite, do të dini të shkëlqeni njësoj si sot. Faleminderit dhe mirënjohje pafund për profesorët tuaj dhe tanë, sepse nuk na krahasuan kurrë me askënd, por falë punës dhe profesionalizmit të tyre, ditën të nxjerrim vetëm tonë më të mirë. Dhe një mirënjohje pafund për të gjithë ata që më shumë se sa kur kemi sukses, ju duan kurrizoheni, prindit dhe familjarët tuaj. Ceremonia përfundoi me shkrepjen e fotove si një kujtim të këtij momenti të rëndësishëm.